Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit të shtatë, ju flas drejt për drejt nga studio numër 1 e televizionit, pra studio emisionit frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tanë. Mirë po dhe me bisedën në studio dhe lidhje direkte. Sot do të fokusohemi te konstituimi i Kuvendit të Kosovës, tashmë kur KQZ ka certifikuar rezultatin e zgjedhjeve dhe tash nga nesër rrjedh afati për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, më pas edhe krijimin e qeverisë së Kosovës, e më pas edhe zgjedhjen e presidentit, për shkak që duket është sfida kryesore për partitë politike dhe për këtë arsye në pjesën e dytë të emisionit frontal do të flasim me Eugen Cakullin nga KDI-ja për të kuptuar më shumë për procedurat që duhet të ndiqen, cili është roli i presidentës, ushtrueses së detyrës së presidentes, e cila më pas do të jetë edhe deputeti i Kuvendit të Kosovës, kush do të jetë UD pas kësaj dhe gjithçka tjetër që lidhet pra me procedurat për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, rrjedhjen e afatit, krijimin e qeverisë, po ashtu edhe zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës. E po ashtu në studion e emisionit frontal me mua do të jetë edhe deputeti i ri i Kuvendit të Kosovës nga radhët Aleancës, Burim Ramadana, i cili sot ka ardhur me një propozim shumë interesant. U ka kërkuar të gjithë kolegëve të tij, pra deputetët e Kuvendit të Kosovës, mirë po edhe udhëheqësit të institucionit të Republikës së Kosovës që ta bëjnë testin e drogës. Ai ka dhënë shembullin e vet, duke ofruar dokumentin ku ka shkuar dhe ka bërë narkotestin, sigurisht ka dalë negativ në këtë drejtim dhe ka kërkuar nga deputetët, kolegët e tij politikan, njerëz të cilët të mbajnë pozita publike dhe politike në vend që ta bëjnë testin për të hequr të gjitha dilemat që tek disa raste edhe janë ngritur. Do të kemi edhe shumë informacione tjera, përpara se gjithashtu titulli kryesor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e certifikon rezultatin e votimeve të 7 qershorit, nis afati për formimin e institucioneve. E shefi i prokurimit në Kek, Ymer Dragusha, që bashk akuzohet për korrupsion me Nagib Krasniqin, dënohet me 2 vjet burgim. Policia njofton se ka nisur hetimet pasi u raportuan dëmtime në kompleksin memorial Zair Pajeziti në Orlan. Inspektorati sanitar mbyll përkohësisht pishinën e Gërmis, dyshohet se uji është i papastër. Emisionin frontal për sot e nisi me KQZ-n, e cila sot gjatë ditës ka bërë certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve të 7 qershorit. Tashmë ka kaluar një muaj që nga zgjedhjet e 7 qershorit. Rreth 2 javë zgjati numërimi bashkë me rinumërimin e votave. E rreth 2 të tjera, edhe afati i ankesave dhe përgjigjet nga institucionet e drejtësisë. Pas krejt procedurave ligjore, këtë mërkur u hap rruga për certifikimin final të rezultatit zgjedhor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve fillimisht konfirmoi rezultatin. Lëvizja vetëvendosje me 53 ulse me 47.13%, Partia Demokratike e Kosovës me 22 ulse me 19.24%, Lidhja Demokratike e Kosovës me 18 ulse me 16.69%, Sërbskallista me 9 ulse 5.20%, Aleanca për Armërinë e Kosovës me 7 ulse me 6.74%. Radoniqi tregoi edhe ndryshimet në ulse pas kërkesës së 2 kandidatëve të Aleancës, Ardian Gjini dhe Daud Haradinajt, për të mos qenë pjesë e kuvendit. Ardian Gjini zëvendësohet me Bek Berishën, ndërsa në vend të Daud Haradinajt kemi Burim Ramadani. Pas kësaj, me vota unanime, KQZ votoi certifikimin e rezultatit zgjedhor. Kush është për? Per 9 vota për, certifikohet rezultati i zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës të datës 7 qershor 2026. Nga e enjtja e nën korrikut, partitë politike kanë kohë 30 ditë për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Pra, me certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve, tash hapet rruga për krijimin e institucioneve të reja të Republikës së Kosovës. 24 orë pas certifikimit hapet procedura. Nga e enjtja e nën korrikut e për 30 ditë të tjera, partitë politike kanë kohë të konstituojnë legjislaturën e 11 të Kuvendit të Kosovës.
Seancën duhet ta thërasë ushtruesja e detyrës së presidentes Albudena Haxhiu. Ajo duhet edhe të mbajë mbledhjen përgatitore në cilësinë e kryetarës së legjislaturës paraprake. Në seancën konstituive vjohet me rendin e ditës i cili vetë është i përcaktuar e i cili përfshin formimin e komisionit për verifikimin e mandateve, i cili do të prodhojë një raport i cili do të marrë të paktën shumicën e votave të deputetëve, pas së cilit vjohet tutje me dhënien e betimit të deputetëve dhe me zgjedhjen e kryetarëve dhe nënkryetarëve. Cakulli tregon procedurat dhe pas formimit të kuvendit. Ekzistojnë dy afate të cilat as nuk janë përjashtuese, as nuk janë të varura njëra prej tjetrës, në këtë rast formimi i qeverisë dhe zgjedhja e presidentit. Asak gjykimet e gjykatës kushtetuese, por as vetë kushtetuta si e tillë nuk jep e përsi njerëz para tij. Pas dite, vetë Albudena Haxhiu konfirmoi se do të veprojë ashtu siç ja kërkon ligji. Në përputhje me përgjegjësitë kushtetuese, seanca konstituive e Kuvendit të Republikës do të thirret brenda afatit të përcaktuar me kushtetut, duke hapur rrugën për themelimin e institucioneve të reja, të dala nga vullneti i qytetarëve. Kryeministri në detyrë njëherësh kryetari i partisë fituese Albin Kurti pati deklaruar se do të nisë bisedimet me partitë politike me tu certifikuar rezultati. Televizioni ka kërkuar përgjigje nga lëvizja vetëvendosje nëse i ka nisur lëvizjet për formim të institucioneve dhe arritjen e ndonjë ujtije. Por në ditën që Kurti u kthye nga Greqia, nuk pati asnjë deklarim nga zyrtarët e kësaj partie. Ndërkohë nga Partia Demokratike e Kosovës, një ditë para certifikimit të rezultateve, kanë deklaruar se nuk do të japin vot pa kushte për kandidatin e vetëvendosjes për president. Që vot blanko, vetëm për shkak të presionit që duhet patjetër partitë opozitare ta votojnë, këdo që dëshiron zotri Kurti ta dini, që jo PDK-ja, po besoj që asnjë parti opozitare nuk do të jetë. Televizioni ka kërkuar përgjigje edhe nga partitë e tjera se çfarë qëndrime do të mbajnë në raport me formimin e institucioneve, por nuk mori përgjigje. Ndërkohë, në këtë summit, pra kryeministri shqiptar Edi Rama ka njoftuar se samiti i radhës i NATO-s do të mbahet vitin e ardhshëm në Tiranë. Kurse kthehemi në Prishtinë dhe vazhdojmë informacione të tjera, 8 persona janë arrestuar për veprën penale marrje me prostitucion dhe 7 të tjerë që u hasën me fëmijë të tyre duke kërkuar lëmosh gjatë një operacioni policor të zhvilluar. Policia e Kosovës tha se plani i këtij operacioni kundër trafikimit me qenie njerëzore ishte i koordinuar me Agjencinë Ndërkombëtare të Zbatimit të Ligjit, përfshirë Europolin, Interpolin dhe Frontex. Policia tha se gjatë realizimit të operacionit evidentoi 4 raste për marrje me prostitucion, eskorta dhe nga 8 të arrestuar për këtë vepër janë 4 kosovar, 2 shtetas të Brazilit dhe 2 të Kolumbisë. E një shtetas i Kosovës i cili jeton në Perëndim është arrestuar sot në momentin kur ka shkelur në territorin e Kosovës, pasi i njëjti kishte kanosur më herët ministren në detyrë të punëve të brendshme Xhelar Sveçlen. Erdhi në Kosovë për të vizituar vendlindjen. Mirëpo me të arritur në aeroportin e Prishtinës, vizita i mori krejt kahje tjetër. Remze Hajzeraj u arrestua nga zyrtar policor, pasi dyshohet se para 9 muaj shkanosi ministrin në detyrë të punëve të brendshme Xhelar Sveçlen në rrjetin social Facebook. Në lidhje me rastin, me datën 7 korrik 2026 është arrestuar i dyshuari, pasi e njëjti përmes rrjeteve sociale kishte kanosur ministrin e punëve të brendshme të Republikës së Kosovës. Juristët thonë se për veprën të cilën ai dyshohet se e ka bërë, dënimi mund t'i shkojë deri në 5 vite burgim. Ai edhe mund të dënohet për formën themelore të kësaj vepre deri në 6 muaj burgim, por mund të dënohet dhe në rrethana tjera kur vepra bëhet e kualifikuar kur e kanos me jetë ose me armë, atëherë mund të dënohet deri në vit burgim ose në rrethana me të rënda deri në 5 vjet burgim. Pra, kanosja është vepër penale dhe kanosja përfshin gjithmonë kur dikush e kërcënon personin tjetër se do t'i shkaktoj një të keqe. Sipas avokatit Jashari, rastet e tilla janë shumë më të shpeshta se sa ato që raportohen. Dhe raportohen vetëm në raste kur kjo gjuhë teprohet dhe kur vërtet
personat cilët janë subjekt ose personat cilët janë të kanosur ndihen vërtet të rrezikuar dhe ndihen të shqetësuar dhe të friksuar. Ndonë se komente të dyshuarit aktualisht nuk figuron në rrjetin social Facebook të Sfeqlës, atë ditë ky kishte bërë një postim mjaft të komentuar. Ministri nuk ka dhënë ndonjë reagim lidhur me rastin. Ndërkohë, policia e Kosovës ka njoftuar se ka nisur hetimet për një rast të dëmtimit të pronës në kompleksin Memorial Zair Pajeziti në Orlan të Podujivës. Sipas raportit 24 orësh të policisë, rasti është raportuar për periudhën nga 30 maj deri në 30 qershor. Pas raportimit të informatës, njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes. Policia në objektin përcjellës, pra në Kull, ka vërejtur disa dëmtime në përtavandën e korridor të objektit. Lidhur me rastin është informuar edhe prokurori, ndërsa njësitet policore janë duke hetuar këtë rast, thuhet në raportin e policisë. Për rastin ka reaguar edhe ministrin e detyrë për punë, familje dhe vlera të luftës së ushtrisë kombëtare të Kosovës, Andin Huti, duke quajtur sulmin ndaj historisë sonë dhe kujtesës kolektive. Huti ka kërkuar që ky rast të trajtohet me seriozitet më të madh nga institucionet e drejtësisë, pasi raste të tilla janë shpeshtuar kohëve të fundit. Misioni OSBE-s këtu në Kosovë ka publikuar një raport për rreth 400 seanca të mbajtura për krimet e luftës në Kosovë, ku mungesa e dëshmitarëve dhe të akuzuarit, pra dhe aktakuzat e paqarta, janë disa nga sfidat e evidentuara. Është kjo një nga seancat në të cilat dëshmitarët patën rastin të flasin për krimet e luftës që i përjetuan. Sa jeni i sigurt se keni parë të akuzuar në vendin e ngjarjes? Jam i sigurt për me lënë këtë trupin tanë. Por si në rastin e gjykimit ndaj Miloš Pleskovicit, jo gjithmonë të dëmtuarit mund të jenë prezant në gjykatore. E kjo është vetëm një nga sfidat e evidentuara nga rreth 400 seanca të monitoruara nga misioni OSBE-s në Kosovë. Madje çdo e pesta seancë e kësaj kategorie është shtyrë për shkak të mos paraqitjes së dëshmitarëve. Kemi mira të tjerë që kanë pasur nuk kanë pasur rastin të dëgjuar për atë që kanë përjetuar dhe kaluar. Kemi prova anekantë të Kosovës të arkivuar në për zyrat e këshillave për liri dhe drejtat të njeriut nga individ që janë marrë në mënyrë aktive me faktimin e krimeve të luftës, por të cilët ende nuk kanë vënë dhe nuk janë dëgjuar. Kjo është një mundësi e parealizuar që shteti realisht nuk e ka çuar deri në fund misionin e tij. Për këtë, sipas kryetarit të Gjykatës Supreme Fejzullah Rexhepi, prokuroria speciale nuk është përkrahur, veçmas me resurse njerëzore. Megjithatë, sipas ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit, Agron Qelaj, ky institucion ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm në trajtimin e krimeve të luftës. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm në trajtimin e rasteve të krimeve të luftës. Puna në këtë fushë është intensifikuar, kapacitetet janë zhvilluar gradualisht dhe vëmendja institucionale ndaj kësaj kategorie të rasteve është rritur. E problemi i parë i evidentuar nga OSBE-ja ishte vonesa në gjykim. Këtë dhe gjetje të tjera të raportit 7 vjeçari prezantoi para të pranishmëve të mërkurën, ushtruesja e detyrës së shefës së seksionit për ligj dhe drejtësi në misionin e OSBE-s në Kosovë. Gjithashtu, vonesat mund t'i atribuohen edhe kompleksitetit të rasteve, por ka pasur edhe raste ku problemet me dëshmitarët kanë qenë të shmangshme. Çështja e dytë ka të bëjë me qartësinë dhe cilësinë e aktakuzave. Raporti ka vërejtur brenga në disa raste në lidhje me individualizimin e akuzave. Raporti rekomandon masa konkrete për adresimin e problemeve të evidentuara, përfshirë vazhdimsinë e paneleve gjyqësore, aktakuza më të qarta, përdorim më të madh të dëshmive të drejt për drejta dhe videolidhje. I shefi i prokurimit në KK Kimer Dragusha është dënuar me 2 vjet burgim nga gjykata themelore në Prishtinë për 4 vepra penale që lidhen me keqpërdrim të pozitës apo autoritetit zyrtar në bashkëkryer në rastin Keku 2.
Gjykata e Panderit i shqipton dënim unik me burgim në kozgjatje prej 2 vitësh, i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, u tha gjatë shpalljes. Dragusha bashkë me ish kryeshefin e Kekut Nagib Krasniqi dhe avokatin Isuf Zenaj ishin akuzuar për korrupsion. E ndërmarrja Sport Marketing ka njoftuar mbrëmë se pishina e Gërmis do të jetë mbyllur deri në përfundimin e analizave të ujit nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik. Kërkesa për mbyllje të përkohshme është bërë nga Inspektorati Sanitar. Gjendja e përgjithshme e pishinës së Gërmis është e mirë, si në aspektin e cilësisë së ujit, ashtu edhe të ambientit brenda saj. Megjithatë, duke marrë parasysh rregullat dhe procedurat e institutit për pishinat publike, si dhe për hir të transparencës dhe korrektësisë ndaj qytetarëve, do të presim rezultate zyrtare nga instituti për vazhdimin e punës, është thënë në njoftim. Kurdo që kish vogton, ai në shtatë është në qëllim shumë. Po unë jam vetëvendos dhe jam zërisht të tashë. Kam qenë kryetari i Bashkisë Lokale të kësaj pjese, edhe pikërisht vjet 2-3 herë shumë vit bashkë me këtë gjendje dhe në është përmirësuar. Edhe është që 5 vjet që menaxhon në parking barë të Krasniqi dhe pajmë Roma, dhe nuk kanë gjendje në aparat për filtrimin e ujit për me bërë. E në anën tjetër, Oda Ekonomike e Kosovës ka mbajtur një takim me përpunuesit e qumshtit dhe kanë thënë se Kosova ka prodhim cilësor. Institucion publik, si shtet, si qeveri, të angazhosh me shpërthy tregën, që të mundësosh që produktet e qumshtit mund shit edhe në tregën e Bashkimit Evropian. Ti pe bën të kundërtën, pe krijon percepcionin që prodhimet tona nuk janë sipas standardeve ose nuk janë kualitative, anë fakt është e kundërta. Produkte më të mira, më kualitative nuk i në asnjë vend, jo trajonit, por ndoshta edhe në vendet e Bashkimit Evropian. Dhe unë jam dëshmitar gjatë vizitave të mia në shumë fabrika të juj, por në këtë rast edhe fabrika Vita për shembull. Unë teknologjinë që e kam pa dhe rendin, mënyrën e punës, unë nuk e kam pa as në Evropë ato. E mbështesim çdo iniciativë të mirë, por jo luftën hibride që është tu shkaktu qoftë edhe prej institucioneve. Institucionet tona publike po na luftojnë për momentin. Është kriju ideja që na jemi të prodhu helm. Kjo është diçka, unë me pas mundësi kisha ardhur me një rekomandim për këtij takimi, që urgjentisht nxirret një ligj. Kjo është vepër penale çka është ndodh. Emisionin frontale vazhdojmë me informacione të tjera dhe flasim për certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve nga ana e KQZ-s. Nga nesër nis afati për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, më pas edhe të qeverisë, më pas edhe të presidentit të Republikës së Kosovës. Pjesë e legjislaturës së re është edhe deputeti i Aleancës Burim Ramadani, i cili sot ka dalur me një propozim shumë interesant. Ju sfidoj, bëjeni narkotestin. Sot një për rreziqeve serioze të sigurisë kombëtare është shpërndarja e drogave në për shkolla, në për rrugë, në ambiente të ndryshme. Dhe për këtë flisnim me prindërit, të cilët zgjohen në mëngjes e binë në mbrëmje me shqetësimin serioz, nëse fëmijët e tyre do të rëmbehen nga drogat. Shteti ka përgjegjësi për luftimin e drogave. Dhe shteti ka shumë institucione të cilat e kanë përgjegjësi për ta kryer këtë punë. Por mbi gjitha, është një institucion që është përgjegjës edhe për zhvillimin e politikave, por edhe për dhënien e shembullit personal. Dhe ky institucion është Qeveria e Republikës Kosovës. Pra, po i sfidoj, bëheni narkotestin, jo pse po paragjykoj diçka, por sepse kërkoj dhe ju sfidoj që ju t'jepni shembullin se jeni të vërtet në luftën kundër drogave. Këtë çështje në po e ngris për herë parë, 3 vjet më herë, të njëjtën kërkesë kam pasur. Atëherë ndoshta dikush ka menduar se është vetëm për debat publik. Po, u bë shumë debat publik për këtë. Por, unë nuk harroj. Dhe po e rikthej sot në ditën
kur jam certifikuar si deputet i Kuvendit Kosovës. Unë nuk flas me fjalë zbrasta, sot publikisht, po ja para jush rezultatin që e kam bërë në QKUK me datën 23 qershor. Pra, pak ditë pas zgjedhjeve dhe pak ditë para certifikimit. Këto janë rezultatet. Normalisht, në një të plot i pasur. Por arsyeja pse e kam bërë dhe kam filluar nga vetja, është që t'ju them gjithë juve pushtetarëve, edhe nëse jeni të pasur, nuk është keq ta jepni shembullin, sepse ju jeni përgjegjësi për të luftuar drogat në Kosovë. Dhe me mua në studio është pikërisht deputeti i Aleancës Burim Ramadani, të cilën në falenderoj shumë që është pjesë e emisionit frontal. Burim, mirë se erdhe. E sot rezultatet me vete, apo? Po, me rezultatet me vete, jo vetëm për juve këtu në studio, por po besoj për një shembull që i çdoshme e po na gjithë, për atyne që i menaxhojnë parët e popullit të Kosovës, për atyne që i vendosin politikat për shtetin e Kosovës, për atyne që do duhet këtë integritet personal dhe jo vetëm karrierë politike, e për atyre cilët përgjithësi e tyre është rritja e gjeneratave të reja, pra fëmijëve tonë, siguria e tyre, siguria në shkolla, siguria në rrugë, siguria në jetën e tyre, në aktivitetet e tjera, e që unë jam jashtëzakonisht shqetësuar me nivelin e përhapjes drogave në Kosovë, e sidomos gjatë 2-3 viteve të fundit, dhe për këtë mjafton të flasim me prindër, cilët kanë fëmijë të moshë adoleshente, e që dorën zemër zgjohen mëngjes e binë mbrëmje me fjetë, me shqetësim serioz, nëse droga po ja rrëmben fëmijët, e për këto, na jo vetëm që duhet me po politikat qarta, të sakta, të preme, serioze, të fokusume, profesionale të qeverisë, por sfida jem është jo vetëm aspekt personal, por aspekt këtësisht konceptual, pra nëse ti e përgjes për me luftu drogën Kosovë, hajde breje për një shembull, ka zë që ti je i pasër, që ti nuk ki probleme të tilla, që ti ki integritet me marrë vendime për cilat është domosdoshme të ndodhë. Ti ke pas guximin dhe rezultati ka dalë krejt negativ, po problemi është që a thua guxojnë të gjithë këta që kanë pozita qoftë publike, qoftë politike, me bën këtë hap, me shku më testu. Tash, unë nuk e kom pas domosdoshme në kuptimin e sfidimit vetë, sepse unë e di vetën kësisht qartë e pasër, po pse e kom bo unë vetë, është me tregu që edhe nëse je pasër, por ki përgjësi shtetërore, Delber bane në shembull, që ne, për më bo ushtari Kosovës, pjesari FSK-s, duhesh me bo qëtë analizë. Për më bo polici Kosovës, duhesh me bo qëtë analizë. Për me punu në institucionet sigurisë, duhesh me bo qëtë analiza. E qëshko ka më bo minisë, mas me bo. Me pas pozitat kyqen shtetën mas me bo këto. Nëse ti kime vendos politikat, kime ndo sa pare ka me marë policia e Kosovës për me luftu drogat. E të tja, s'po thamë vetëm për ne ndivet në ministër edhe parlamenti e qeveria në tanësi. Polici duhet me bo, aty jo, se kush jeti, pse mas me bo. Po këta mas me bo për shkak se këta supozoj që nuk janë përdorus të drogave. Prandaj, abeden, pse duhet me... Shene, une normalisht nuk po paragjykoj, sepse nuk është e jemja me thonë ky është, ose ajo është, ose sështë, ose kështu me radhë. Por unë po i sfidoj që në ta dëshmojnë që kanë integritet. Mendoj që tek e fundin a Kosova është e vogël, këtu jetojmë. Gjithi kemi fisë e farë që thujmë, njohim njerëz, flasim me njerëz, diskutojmë me njerëz, diskutojmë me ekspert, edhe ata që mund ta vlerësojnë edhe prej pamjes jashtme, edhe prej policëve në rrugë. Ekspert mund me vrejtë nga pamja jashtme? Edhe prej policëve në rrugë, edhe prej mjekëve, edhe prej ashtu e kështu, pra nuk po besoj që kjo iniciativë që e ku marrë e dorën zemër, e kam thënë në video në para 3 vitesh, e kam bë këtë kërkesë dhe është bë debat publik.
Po nuk ka ndodhur debat publik u bë, po nuk ka ndodhur nuk ka ndodhur kërkush me bë. Nëse dikush atëherë ka menuar që e kanë vësa hajt në temë që aty të nxiti të nguci pak qeverinë ose dikan, e kanë pas gabim, sepse unë nuk harroj. Në tema profesionale, në tema sigurisë, tema për gjeneratat e ardhshme, në asnjë sekond, në asnjë moment, unë edhe Aleanca dhe unë, nuk e kemi njetë me lëshu asnjë fije në insistimin tonë që spari duhet me pas njerëz me integritet, zdyti duhet me pas shemboj që i japin publikut, dhe streti, e që është më rëndësishme, është me pas politika që pastaj ato zbatohen, pra vendime që zbatohen. E për me marrë ato vendime, duhet më ka njerëz me integritet. E për me ditë a kanë integritet, në ta bojnë në që këu e këmbo. Pa pore, pa pullë që dojnë. Në proces jashtëzakonisht i lehtë, e këmë bo edhe me gjak edhe me urinë. Pra me dy mënyra, sikur se është kërku prej institutit aty, dhe rezultatet kanë dalë me një periudhë tepër shpejt. Kështu që është tepër lehtë, tepër mirë. Hajde ta japim në shembull, Aleanca është të dhënë shembull, jo vetëm unë si burim. Aleanca është të dhënë shembull, jemi të dhënë shembull edhe në politika tjera, por për këto, pe kuptojmë që kërkan se pështesin për muri. Sepse të ke fund vota qytetarit ajo që e vendos nëse do me pas një narkoman në udhëheqje ose jo. Nuk po paragjykoj dhe s'po e them që ka ose s'ka. Po me gjitha te kur e ke nis këtë iniciativë dhe këtë kërkesë dhe kur e ke bëllë këto, nuk e quni ditë të bukur mëngjes, po edhe mëngjes me thonë. Jam e shqetësuar me nivelin. A kiti dyshime që njerëz politikës, njerëz në parlament, në qeveri, janë përdorues të drogës? Jam jashtëzakonisht shqetësuar spari me përhapjen e drogës, që është sipër e madhe. Gjithkusht që është i shqetësuar. Edhe e mendoj që kjo temë i ka prek edhe nivelet e larta të institucioneve Kosovës. I ka prek shqetësimi apo i ka prek droga? I ka prek edhe përdorimi. Edhe jam i shqetësuar që i ka prek, jam i shqetësuar për vendimet që i marrin për njerëz të Kosovës, edhe si tillë unë nuk bëj me gisht. As nuk du me vendos kërkan pozitë palakmushme personale, sepse kjo nuk është aspekt personale, është aspekt integritetit të institucioneve të shtetit. Pra, deri kur ne nuk do ta kemi një situatë kur themi, okej, që ta që i kemi në qeveri, në pushtet, çka do në detyra, të pakten e dim që janë të pasër, kanë integritet personal. A kanë dije, s'kanë dije, a kanë politika më të mira, më të kësia, kemi me full, ajo është politika ditore. Dikush fiton, dikush humbon, dikush eviton zgjedhjet. Problemi është që na nuk arrijna me kuptu kur është dikush në ndikimin e drogës ose kur është përdoruesi i drogës. Pra ju po thoni që jeni të shqetësuar sepse përdorimi i drogës ka shkuar tek këto nivele? Un kam shqetësim që ka raste të tilla, edhe kam shqetësim që raste të tilla janë në shef ose janë të njohura sekrete publike ta themi. Nuk po vendosi gisht, nuk po vendosi emër, por shqetësimin e kam jashtëzakonisht të madh, edhe në raste që janë edhe institucionet të informume ose njerëz të informuar rreth tyre, e që e kanë shqetësim punën e përditshme me ta. Në kuptimin që ju ka rënë me i trajtu si narkoman, si përdorues drogës? Në kuptimin që kanë pa elementet që nuk janë me integritet plot personal për detyra caktuara dhe udhëheqëse të shtetit. Se pisho që po ezito, po me zota mu po më intereson shumë se unë nuk jam as përdoruar, unë as cigare nuk pi, po ezitoj me dëgjom, nuk po ezitoj as pak me thonë shqetësimin e madh që e kam dhe e kemi. Absolutisht. E kemi shqetësimin tepër të madh. Ajo çka po ezitoj me thonë është për faktin se unë kam hap sot një sfidë ndaj pushtetarëve. Dhe nuk po du me vendos përfundimin e sfidës me ditën e parë. Pra do t'i shohim. Janë, që po di, mbi 50 deputet pushtetit. Janë mbi 20 ministra. Hajde t'a shohim nëse e kanë vullnetin t'a theme, me thonë që na jemi me integritet. A na doni politikisht ajo s'ka rëndësi. A më donë mu dikush. Politikisht, ajo, si s'ka rëndësi. Ajo do në Diangjini, në Ramushe, në cilën do prej aleancës. Hisë është me rëndësi. Po, ajo që mulla me dëshmu, është integriteti jonë personal. Edhe në tila,
qartësia në vendimarrje, synimi për vendimarje. Politikisht mas ne, Europa fitën hesë së shmenë. Për mu është qëtësu se kjo, pra, për shembull, ata njerëz të cilët kanë fuqinë vendimarës, ata vendosin për neve. E për gjeneratat e arshme. Edhe për gjeneratat e arshme, pra ata janë në parlament, janë në qeveritë Kosovës. Do të shohim nëse e dëshmojnë vullnetin e tyre për qartësinë, për pastërtinë e integritetit personal, jashtë politikës, pra jashtë, jo politik. Edhe prandaj unë e kam hapë një sfidë, i kam sfidu, nuk e kam bo pa vedije, nuk e kam bo si thatë ju irim që një ditë me gjesë edhe hajde të bajnë një dishka interesante, por ajo që po e them është, sfida është e hapën, do të shohim, unë shpresoj që sikur se një policin e ushtarë që me marrë detyrën siguri i kalojnë këto tese, do të duhet që edhe ata që vendosin për shtetin, bojnë këto tese, ta dëshmojnë para qytetarëve të Kosovës, anë pëse së është kërkes obligim ligjor, për është obligim moral e personal. Ishtë doshë më bënë është edhe ligjor, nësë është kërëzik shfore po e Ha që të shojmë, nështë ta iniciativa shkon të u zhvillu, ma shumë e ma shumë, nështë ta e bojmë edhe obligimi ligjore në tarmën ajo që është e një aspekti politik ma shumë se sa personal, por unë jam i lumëtën që si pjesë aleancës e me diskutim me pjesën kryesore të udhëheqjes të aleancës, kemi vendosur me hi në një temë. A kanë me bo deputetet aleancës këtë test? Po tash unë nuk po du me thonë këtë elementet sot. Ajo shka po thonë kemi vendosur në një bashkëpunim të ngushtë në nivelin e udhëheqjes të aleancës. Kemi vendosur me hy në hapje të një teme që është shqetësim jashtëzakonisht i madh për Kosovën, për ne si e për gjeneratat e ardhshme. Pra tema e luftimit të drogave prej atyre në shkolla e deri në trafikun ndërkombëtar. Pra jemi të folë për një temë serioze, e cila e ka një trajtim, një dimension sot, do ta ketë një trajtim me një dimension ditëve të ardhshme e të tjera janë temë, është një prej temave për cilat ne do ta mbajmë përgjegjës kënda që është për shtet. Ti pret përgjigje, si më thonë, nga partitë politike, nga qeveria, si më thonë, mu pajtu me këta, a ke marrë nga indikacione diçka që eventualisht mund të më ndodhë diçka? Jo, nuk e di, nuk marrë asë një indikacion, nuk kemi marrë si aleancë asë një indikacion, në shpresoj që përgjigja në këto do të vije nga gjitha nivellet e pushtetit, prej nivellet presidencës e deri në nivellet matull të pushtetit qëndror, njërë që me po se jemi të folë për paktën për do parime bazë në jetën publike edhe të ke fundet nëse dhe ta shka ndodhë dhe shka gjatë tyre viteve, hajde për të gjojmë një moment që të ndrëbre, të janis populli Kosovës paktën të ketë disa çështje të largume prej shqetësimeve ose prej mendjes tyre, edhe ta shohim se kemi njerëz që udhëheqin shtetin, dikasteret ndryshme, agjensitë ndryshme, bordet ndryshme, e të tjera që i ndojnë paratë të popullit të Kosovës, që janë me integritet kur marrin vendime. Sepse nuk po flasim për se cilin nas përdojna me bo këtë se cilin qytetari i Kosovës. Ata që marrin vendime, në emën popullit Kosovës, në emën budgetit Kosovës, që i ndojnë budgetin Kosovës, i japin urdhra apo politika për policinë, për ushtrinë e të tjera. Ta kemi të qoa që po flasim për integritet personal. Nuk e dija, a mu i me të veta dhe ki drejt më përgjigjë, kur ke qenë në pjesa KI-s, a jeni përballë me, se më dhona, ke pas informacione, ke marrë informacione, a është dosh me pas në ti, për pozitin që ke pas informacione për këtë problem që e kanë? Jo, kjo punë nuk lidhet fare me detyrët e kalume që i kom pas, cilën do. Po jo, nuk lidhet. Kjo është shpëtësim, jam e pe asaj që e shoh për çdo ditë. Po jo, nuk lidhet me detyrët që i kom pas. Kush i friksohet, nuk po kërkoj jam, ata është dorën zemër si autori e emisionit, kësha pas që të me përmend me listu kush merr drogën në parlament edhe në qeveri, po nështë në temat përgjithshëm. Kush i friksohet kësaj kërkesë ose këtij testi të drogës? Kush nuk po pretendoj me dhënë emra sepse ajo është çështje për cilën do duhet ta kalojmë këtë sfidë. Hajde ta shohim sfidën edhe do ta shohim nëse do të ketë vullnet, sepse frika nuk është veç me thonë po tutna. Ose veç po friksona. Po nëse mungon vullneti, të regon një farë frike besoj.
Ose mundet mu interpretu, nështë aso, nështë veç e ignorojnë, nështë dojnë, okej, kjo koka këtë s'ka rëndësi, a është ashtu e s'ka rëndësi. Nështë nuk është e të thënërit në formë deklarative, por ajo që mujna me po është, hajde, s'po flasim për 2 ditë as 3 ditë. Sa duan kanë ko ta dëshmojnë pas të ti, sikur se edhe nëse din, unë e kom ditë që jam i posë, e kam ditë këtë kolegët e mi që jam i posë. Ti ki let me full që jam i bo për ata deputet ose ministr ose qëfar depozitit që mojnë që eventualisht janë përdurus drogës. Po tash nuk po flasim, a e kam let unë me full nëse ka rastet tila, pra po them, nëse ka rastet të tila, atër është diçka me rëndësi. është ma let më të hekë për një detyre, e mos me hynë këto tema, sesa me nejtë në qëta tema, nëse është ashtu, edhe me menagju porët poplet, me marrë vendime në emën poplet, me marrë vendime në emën qeveris, me marrë urdhra ose politika që i japin urdhra polici, që kthejnë në urdhra polici, ushtrisë e tjera, pra jemi të full në dishka për që është jashtëzakonisht serioze. Por mbi të gjitha, po e rikapituloj këtë pjesë. Jemi shqetësu me nivelin e përhapjes drogave në Kosovë, prej shkollave e deri të trafiku ndërkombëtar. Jemi të vetëdijshëm se shteti ka institucione ndryshme që merren me luftimin e drogave, por jemi po ashtu të vetëdijshëm që institucioni kryesor i gjitha institucioneve më shtetit është qeveria, ajo që i bën edhe politikat e ndonë në buxhetin, prandaj është mirë me kalu në këtë nivel. Burem, krejt qytetarët për dikën, kush po merë drogë për ministra, për deputetve, se po më shkujnë shumë. Nuk e di. Po më shkujnë me emna me mbjerën, sigurisht nuk do t'i përmenëm, sepse në asë nuk jadha vejti këtë drejtë, asë kështu, po për me ka shqetësus, unë thash, unë që asë dohan nuk konsumoj, unë menoj që asë drogë kërkush nuk merë, apo kuptën, kjo përdurimi drogës ka një farë fenomeni edhe të këtu nivelje. Bazë të asoj që ka edhe po më shkujnë njerëzit. Është tepër me rëndësi që kushdo që ka detyrë shtetërore, publike, ndonë parët poplet, menagjon parët poplet, buxhetit Kosovës, bën politika, kërkon ato të zbatohen, kthehen urdhra për ushtri, për policie, për tjera, të kenë qartësi në vendimarrje. Dhe pastërtia në vendimarrje është ajo që shka e shtjellën secilin dimension të integritetit personal në vendimarrësve. Prandaj, në asnjë variant dhe asnjë aspekt, unë nuk po flasë për qytetarët e Kosovës të arsi, as për ata që nuk menagjojnë parat popullit, se cili e ka lirin nëse po flasim për tesin, jo për përdërimin. Po, për përdërimin se ka lirin. Askush mos përdojnë. Po për me bo tesin ose mos me bo. Po për njerëzit cilët marrin këto vendime, është jashtëzakonisht e vlefshme me i bo këtë tesin. Ka pas deputet Kuvendit të Kosovës dhe ministrat të cilët kanë marrë vendimin në ndikimin e drogave, ose drogës? Do të shohim nëse do të përgjigjen në sfidë. Pra, nëse del pozitivi, bjen që ata dhe kanë marrë vendime pra të ndikuan nga substancat narkotike. Nuk e di nëse do të përgjigjen në sfidë ata që eventualisht janë të tillë, nëse eventualisht janë të tillë, por mendoj që përgjigja në këto është jo vetëm me veprim, po edhe mos veprim. E fundit për këtë pjesë, sepse do të flasim për politika tjera. U bana shumë kureshtar, kur e pash videon, thash shumë mirë që kam burimin e emision, se kam sqaruar edhe që punën e drogës, e thatë që ekspertët, ti jeni farë eksperti, në fushën e sigurisë kështu, e vrejnë edhe në bazë paraqitjes, në bazë dukjes... Jo ekspertët sigurisht, janë ekspert mjekësor, ata që mund të japën psikologjike, psikiatrike, po nuk është pjesë ime. Nuk jam kompetent këtë tim. Nuk jam kompetent këtë tim. Nuk mund të futem në e tim se si jam kompetent. Se do shta me të pyet qysh vrejt një narkoman duke po vlasë për këto fazat e hershme të përdorimit. Nuk jam kompetent dhe nuk futem në tema që si jam kompetent. Po kuptoj. Je kompetent me folë si deputet i Kuvendit të Kosovës, qysh ke kjo ndjenja e rikthimit në Kuvend? U bo ku e gjatë edhe më besoj që normalisht është ndjenje mirë, e qëllimit mirë për me kontribu dhe me ndihmu shtetit tonë, Kosovës, me një ekip jashtëzakonshëm që ka aleanca,
jo vetëm kuvend, po në dhënësi, e cila si parti, po e them me bindjet plot, është duke u kthy, apo duke u bo, apo duke u identifiku sot, si parti e vetme qytetarë në Kosovë, pra që i përfaqëson vërtet interesin qytetarë dhe jo interesin e vetës, duke di që betejat politike edhe mund t'jenë gjata, por ajo që është më rëndësi është që partitë politike e që aleanca definitivisht po e bën, ka betejë politike për popullin, për shtetin dhe jo për vete. Dhe ky është një dallim jashtëzakonisht i madh që po e vendosim bashk në sipërfaqe para qytetarëve të Kosovës, edhe me ofertën që e kemi bërë se si të kaluar kriza. Pikërisht te kjo ofertë kështu dalë. A keni marrë ndonjë përgjigje nga lëvizja vendosje për këtë ofertën 6 pikëshe, po? Shene, oferta jonë, sepse dikush i thot ashtu, dikush kurzim, dikush ashtu, e unë po e them, ajne të e këptu. Na kemi bo ofertë qysh me dalë prej blokadës. Edhe cila është oferta? Sens po dojmë për vete, asë një sen, asë një element. Kur gjo nuk i vynë aleancës, kur gjo s'kine ju me dhonë aleancës, aleancës asë nuk dënë me marrë diçka për juve. Oferta është, hade i bojmë disa çështje, fakt, zotonë që kene me i bë, disa vendime jetike, strategjike për popullin e Kosovës. Një për tyne është heqne tatimin për tokën që punohet. Pra, toka që punohet s'duhet mu tatu. E që ndihmon prodhimin vendor, e që ndihmon ekonominë, e që ndihmon rritjen ekonomike, e tjera, pra ka shumë efekte. Nuk jemi të folë vetëm për çështjet të aspektit strategjik, normalisht gazi, Amerikan projekti Amerikan i gazit, termocentrale i ri që duhet të ndërtohet dhe nësë po theme, ndërtën e për 2 ditë ndashit me i pas votat. Me po theme, delni zotoni publikisht se kene me bo qëto veprime. Ose një fond special për Prishtinën, bre, së është bo qyteti pajetushëm, e kur një pjesë e madhe qytetarëve të Kosovës kanë edhe interes edhe ambicie me jetu në kryq qytet. Kryq qyteti është i pajetueshëm për shkak të mungesës fondeve, blokadave e tjera reciproke çka do të jetë. Ne as nuk e qeverisim Prishtinën. Pra jemi duke thonë që kur gjë nuk duam për aleancën, ne do t'i përfaqësojmë kërkesat e qytetarëve. Kërkesa e qytetarëve është me u zhblloku institucionet, apo mas me pas krizë t'il. Ne kemi bo ofertë, në ta bojnë qështë dojnë, në të thojnë qëka dojnë. Unë jam i vedishëm për formulimin që përbajnë. Aleanca si parti opozitare e reformume në kuptimin e politikave e të kuadrit, e hapur për pjesën tjetër të shoqërisë civile e tjera, ka bo ofertë, ka thonë, a dhe shka, për ne as mos mendoni. Zdu ku gjo për juve. Na jemi të gatshëm me ju ndihmu, po për me më bona të gatshëm, bani bilim disa çështje për qytetarët e Kosovës. A kemi marrë përgjigje? Oferta ka qenë publike dhe ofertë private e jo publike nuk i japim. Na nuk kemi ofertë private. Paktën na ju kanë thonë që po e mirin të shërtuar se diçka. Nuk kemi ofertë private, as komunikim privat, as komunikim jo publik apo ofertë jo publike. Na kemi ofertë publike dhe përgjigjet mund t'i marrim vetëm në mënyrë publike. Nuk kemi nevojë as takohemi, as diskutojmë, as elemente tjera. Na kemi një ofertë që ky shtet mundet me i marrë, me i përdor edhe votat tona, shtati kemi, e janë shumë të rëndësishme në kuvendin e Kosovës, me këto shtat të zhbllokohen. A duan ta zhbllokojnë apo jo? Ja ku i keni përgjithësit. Dhe jo vetëm ta, por edhe parti tjera. Po, a dojnë me zhblloku, sepse shan kemi parë pak a shumë disa deklarata të zyrtarëve të vendosjes, ku këta flasin për krimin e konstituimin e kuvendit, krimin e qeverisë dhe më pas mendojnë që diskutohet për presidentin. Nëse ata nuk kanë nevojë për mbështetjen e aleancës në krimin e institucioneve, pa u konë aleanca, ato e kemi e qartë, apo aleanca që do mu konë me ta. Po mundet me votu edhe për qeverit, edhe për presidentin. Nëse pranohet pika. Pranohet për që kjo ofertë për popullin e Kosovës, së është ofertë për ne. Sen, këtë gjo aleanca së fiton për kësaj. As se ka synim
Absolutisht fiton populli Kosovës. Fitojnë bujqet që mund me përnu tokën pa tatim. Fitojnë ndërmarrje bizneset e vogla të mesme që ngritet pragu tatimor prej 30.000 në 100.000, e se cili që sot e ka një biznes familjar, kof me 2 të pënsum, e kuptan që pragu tatimor prej 30.000 në vit, është me i mbyt mundësin, ose duhet me bo evazion fiskal, pra me vjedh shtetin, me mashtru shtetin, me mashtru shtetin, ose nuk mënat me zhvillu, asë qatë biznesin familjar, 2-3 vetë që i ka të familjes. Pse nuk po i gutet, sepse Albin Kurti dje ose sot është kthyer nga Greqia në një vizit studimore, që mi thonë asoj, pra kjo fotografi. A e ka luksin Kosova që kryeministri pra tjetë qëndroj për ditë të tëra në Greqi, ndërkohë kënej ka kohë që ne jemi pa institucione me UD dhe gjithë shka tjetër? Këto janë 2 tema, Arsen. Spore, kryeministri i Kosovës është dashur të jetë dje e par dje në Ankara, edhe pse Kosova nuk është ftu në samitin e NATO-s, për publikun. NATO ka mbajt samitin e regullt në Ankara, këto 2 ditë e fundit. Kosova ka pasur qatë shmeq, me qku mos sjelbre, veç me taku disa për tyre. Anë edhe nëse nuk jem rena samitit. E që është dështim diplomatik. është dështim diplomatik, se Kosova nuk është eftuar si antore, si vend jo antore NATO, sepse ka dhe shtete që nuk janë antore NATO, po marrin pjesë në margjinat samitit. Jo aty ku mirën me dinat kryesore. Po, është dashur të shkohet. Nuk kemi as kryeministrin, as ministrin e jashtëm detyrë, as ushtruesin e detyrës presidentit, as nuk e di bile a ka shku në ambasador aty. Apo kupton, demek për këtë qeveri, që ka pëndodhë NATO në Ankara, në një vend mek që është Turqia, në një vend mek pëndodhë samiti NATO, punë e madhe. Na shkojmë pak rëzit me në Greqi, flasim për do ideologji të majta, flasim qysh me zhvillu të majtë në për Evropën në për botë, se autoritarë janë vesh këta djathët e të majtët. Jo, pra jemi të folë me një negligjensë totale për interesat e shtetit. Kjo është pjesa parë. Dhe pjesa dytë tek zhbllokimi e institucioneve, kjo është diçka që do ta shohim, besoj që shpejt edhe mund të thirret seanca konstitutive, edhe do ta shohim nëse vullneti ekziston apo mundësia ekziston. Nëse kanë mundësi të vullnetin, i bojnë institucionet, vazhdon jeta, na e bojmë opozitën, shpresojmë që ritmi shumë a shumë, e forcohemi, e i fitojmë zgjedhjet e ardhshme, sepse e kemi të qartë se ne do t'i fitojmë zgjedhjet me koncept tillë politik që po e ndërtojmë bashkë, edhe si e tillë, kjo situatë do duhet të ishte normale. Nëse nuk i kanë, e që duket nuk i kanë, edhe nuk pranojnë as oferta këtë gjeneroze, bujare, lutës një farforme, hajde bane institucionet e shtetit, na jo ndihmojnë, po jepne qëto institucionet do të më shërby qytetarëve. E tash më falë, po nëse qëto institucionet s'dojnë me pranu as gazin Amerikan, s'dojnë me bo as termocentral të ri, pra dojnë me majtë popullin e Kosovës me ble rrymë, Serbi e jashtë Balkanit, nuk i di aja vlerë me egzistu ato institucionet politike, jo si institucionet, po si mandat politik. Nështë ma mirë me shku pra edhe shumë herë në zgjidhje, po se duhet më dënu populli i Kosovës. Unë të falenderoj shumë që ishë sot në emisionin frontal. Faleminderit ju Arsen. Ndërkohë do të mbesim ende te krimi institucioneve të reja tashmë kur KQZ-ja ka certifikuar rezultatin e zgjedhjeve dhe nga nesër fillon të rrjedhë afati pra për konsiglimin e Kuvendit të Kosovës dhe krimin e institucioneve tjera të Republikës së Kosovës. Por për të diskutuar edhe më shumë për të procedura dhe gjithçka që pritet të ndodhë nga nesër e tutje, në lidhje direkte e kam Eugen Cakollin. Nuk e di nëse regjia ma konfirmon, a e kemi apo nuk e kemi, se do që tjetë pas pak da kemi Eugen Cakollin në këtë lidhje direkte për të kuptuar procedurat të cilat duhet të ndjekin afatet që janë, pra se që thash nga nesër fillon të rrjedhë afati për i 30 ditësh kur do të konstituohet Kuvendi i Kosovës, vendimet të mërshme të gjykatës kushtetuese nuk do t'japin lok si shka ndodhë me herët pra partisë fituese që të propozoj me 10 herë një kandidat për kryetar të Kuvendit të Kosovës. E vetmja mundësi është pra 3 herë, i njëjti kandidat mund të propozohet vetëm 3 herë, me pas nuk ka drejt. Por për të diskutuar më shumë për këto detaj dhe zhvillime tjera në Kuvendin e Kosovës, në lidhje direkte kam Eugen Cakollin. Përshëndetje Eugen.
Përshëndetje edhe për ju Arsim. Faleminderit shumë që je gjithmonë i gatshëm qoftë me qenë në studion e emisionit frontal, qoftë në këtë lidhje direkte për të sqaruar dhe për t'ja treguar edhe shikuesve kurështor për atë se çfarë pritet të ndodh tash kur është certifikuar rezultati i zgjedhjeve. Tashmë që KQZ-ja i ka certifikuar rezultatet e zgjedhjeve, fillojmë të hyjmë në afatet kushtetuese për formimin e institucioneve, prej cilave e para dhe më e rëndësishme aktualisht është konstituimi i kuvendit, që si proces duhet të zhvillohet, por edhe të përmbyllet brenda një afati 30 ditor, i cili fillon nga nesër, që në kupton se më së voni duhet i kemi të zgjedhur kryetarin dhe nënkryetaret, normalisht duke u zgjedhur paraprakisht dhe duke u votuar komisionet përkatëse në kuvend për verifikimin e mandateve, më së voni deri më datën 7 gusht. Pra 7 gusht është data e fundit në të cilën duhet të përmbyllet procesi i konstituimit të kuvendit. Ndonse nuk ka fat për ushtruesen e detyrës së presidentes në këtë razonjen Haxhiu që ta thras seancën konstituive, ajo çfarë ka rëndësi është që praktika e drejtanishme tregon që zakonisht ka qenë java e dytë e më së voni ajo e treta në cilën janë thirrur seancat konstituive, por që në këtë situatë në cilën ndodhemi, besoj që do të ishte shumë e udhës që të mos pritet as 2 javë, duke ditur që përtej një afati 5 ditor për mbajtjen e mbledhjes përgatitore në mes të kryetarit të legislaturës paraprake që sërish është zonja Haxhiu dhe 15 përfaqësuesve të partive parlamentare ku definohen çështjet krejt teknike të uljes së deputetëve të tjera, nuk ka arsye që të pritet më tutje, dhe numrat në fakt diktojnë që mund të kemi konstituim të shpejtë të lehtë të kuvendit të Kosovës. Dhe që nga momenti pastaj kur zgjedhet kryetari dhe 5 nënkryetaret e kuvendit, 3 prej cilëve janë nga komuniteti shqiptar, përkatësisht nga një për lëvizjen vendosje, Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës, të cilët mund votojnë në pakot të 3, dhe në anën tjetër 2 nënkryetar nga radhët e komuniteteve, prej të cilëve një nënkryetar do të jetë i propozuar nga radhët e deputetëve të listës serbe dhe një nënkryetar tjetër i propozuar nga komunitete tjera jo serbe, të cilat zakonisht kanë marrëveshje të brendshme ku nënkryetari merret me rotacion në mesin e komuniteteve. Ajo çfarë ka rëndësi është që këtu duhet bëhet një dallim. E para, gjykata ka përcaktuar që çështja e mënyrës së votimit, pra nëse do të jetë në pako për të 5 nënkryetaret apo 3 një herë, 2 një herë apo edhe individualisht, është çështje e konsensusit në mes të partive parlamentare në këtë mbledhje përgatitore apo edhe në seancë, që tregon dhe bazuar në praktikën e fundit, është besoj hapi mirë që t'ja mundsoj kuvendit që për të evituar ndonjë blokad apo pengesë tjetër procedurale, kryetari të zgjedhet normalisht ndaras, derisa 5 nënkryetare të votohen pse jo në pako, me qenë se kemi të bëjmë me një rol që është identik për secilin prej tyre. Pra, gjykata kushtetuese tash nuk do t'jap mundësinë, pra me vendimin që ka marrë më herët, nuk do t'jap mundësinë që eventualisht të tentohet për nënkryetarin e 5 ato nga lista serbe. Pra, nuk mund të ndodhë diçka e tillë që ka ndodhur më herët. Absolutisht jo. Gjykata ka përcaktuar qartazi që subjekti që ka shumicën e votave në mesin e komunitetit serb në këtë rast, ka të drejtën ekskluzive të propozimit të kandidatit për nënkryetar, dhe vetmja rrethon në cilën mund të përdoret ai shurti i famshëm është në rast se këta deputet refuzojnë nominimin. Përndryshe i bie deputetët e kuvendit nuk do të kenë mundësi tjetër përveç se të zgjedhin një nga nënkryetaret apo kandidatit për nënkryetar të propozuar nga lista serbe, dhe unë besoj që ajo çfarë pati ngjarë pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit kur nënkryetaret e komuniteteve ishin votuar në pako, besoj që kjo mund të jetë dhe do duhet ishte skenari i përdorur tani, sepse nuk ka sens që një subjekt politik i cili është certifikuar për të marrë pjesë në zgjedhje, i është certifikuar rezultati me votim unanim edhe sot, pra nga gjithë anëtarët e gjitha subjekteve politike, kemi pastaj teatr politik apo lojra të tjera, gjëja se nuk po votohet një nënkryetar, sepse situata është e qartë dhe kjo është përcaktuar në mënyrë
tepër decisive nga ana e gjykimit të gjykatës, i cili në fakt nuk e pa shfuqizuar zgjedhjen e zotit Rashić, vetëm për shkak se nuk ka pasur hapësirë kohore të mjaftueshme që njëta të trajtohet në merita kur ishte çështja e kuvendit, sepse për ndryshe edhe vetë zgjedhja e zotit Rashić atëherë ka mundur të shpallet jo kushtetuese dhe të rrëzohet procedura në tërësi. Po ashtu nuk do të ketë mundësi ma shumë se 3 herë që të propozohet dikush për kryetar kuvendit, siç ka ndodhur herën e kaluar? Po, kjo është besoj një prej elementeve më pozitive për mbajtësorën këtë drejtim, meqense tashmë është e qartë që nuk mund të ketë kandidatura të pafundme vetëm për hir të zvarritjes së procesit në kuvend. Andaj lëvizja vendosi si subjekti i dali pari nga zgjedhjet e fundit të 7 qershorit, do duhet që të propozoj një kandidat i cili do duhet të siguronte votat dhe në këtë drejtim unë besoj që për shkak të natyrës shumë të ndjeshme të situatës politike në cilën jemi, do të ishte udhës që në fakt marrëveshja politike ta përfshi tërë gamën e formimit të institucioneve, përfshirë kuvendin, qeverinë dhe në fund edhe presidentin. Dhe siç duket kjo e fundit nuk do të ndodhë, sepse lëvizja vendosje ka lënë nënkuptej që konsiderimi i kuvendit do të ndodhë, me pas edhe qeveria e Kosovës do të votohet dhe me pas do të fillojë takimet me partitë politike për të marrë vesh për presidentin. Mirë po, të mesim edhe pak të kuvendit të qeveria për të kaluar edhe të presidenti. Pra, nesër nis afati prej 30 ditësh. Nuk ka një afat tjetër, pra më në 30 ditësh kuvendi i Kosovës do të konstituohet me gjitha ato vështirësitë ose matematikat që mund të kenë. Pra 30 ditë përfundon afati për konstituimin e kuvendit të Kosovës. Absolutisht. Data 7 gusht edhe njerë për riteksoj është data e fundit në kuadër të këtij afati 30 ditor, brenda së cilit duhet të kemi konstituent të plot të kuvendit, përfshirë zgjedhjen e suksesshme të nënkryetarit edhe të gjithë 5 nënkretarëve të kuvendit të Kosovës. Dhe këtu nuk ka asnjë hapësirë për ta eskivuar situatën si të tillë, e as për manovra të tjera, sepse pas zgjedhjeve të dhjetorit ne kemi pasur për afërsisht një situatë të ngjashme dhe unë besoj tashmë nuk ka asnjë arsye as politike, se lere më ligjore kushtetuese, sepse të tilla s'ka pasur asnjëherë që të zvarritet më tutje procesi i konstituimit të kuvendit. E më pas rrjedh afati, pas konstituimit të kuvendit të Kosovës, rrjedh afati për krijimin e qeverisë së Kosovës. Në fakt që nga momenti kur do të certifikohet përkatësisht konstituohet kuvendit, pra do zgjedhet kryetari dhe 5 nënkryetare, fillojnë të rrjedhin 2 afate. Afati i parë është afati 60 ditor për zgjedhjen e presidentit, i cili është afat absolut, pra edhe ai është i patejkalueshëm, dhe ndërmjet ekziston afati për formimin e qeverisë, në cilin ekzistojnë 2 afate aty paralele. Njëri afat është 60 ditë nga momenti i caktimit mandatarit, por që proceduralisht në fakt janë vetëm 40 ditë, sepse kandidati apo mandatari i parë do t'i ketë 15 ditë. Në rast të dështimit të tij, presidenti ose ushtruesi i detyrës së presidentit duhet që brenda një afati 10 ditor ta caktojë mandatarin e dytë dhe edhe i dyti ka vetëm 15 ditë kohë që ta dërgojë në kuvend për votim për bërjen e qeverisë. Por këtu kemi vetëm 40 ditë afat, por që si të tilla këtu nuk janë as përjashtuese njëra me tjetrën, e as nuk kanë hierarki. Kjo varet nga diskrecioni i deputetëve të kuvendit të Kosovës, në varësi të mënyrës se si do të thirret seanca e jashtëzakonshme për njërin apo për tjetrën. Ajo çfarë ka rëndësi që në rastin e presidentit, menjëherë pas konstituimit të kuvendit fillon të rrjedh afati 60 ditor, i cili është afat edhe për zhvillimin edhe për përmbylljen e procedurës. Për shkak se në rastin e fundit u patentuar që thuhet se mjafton që të fillojë procedura në këtë afat 60 ditor, por gjykata e kishte ndërprerë një mendësi tillë që besoj ka qenë jashtëzakonisht e rrezikshme dhe ka përcaktuar që afati 60 ditor nuk është vetëm për fillim të procedurës, përkatësisht për tazëm deponim të nënshkrimeve, por është që të ketë votim të suksesshëm të presidentit apo presidentës së ardhshme të vendit. Dhe në afatet kushtetuese që jemi aktualisht, kjo është një rëndësie tepër të madhe për shkak se nuk duhet harruar që 4 tetori është data e fundit në cilën ne mund të kemi një ushtrues detyre të presidentit. Dhe kushdo që do të zgjedhet kryetari i kuvendit të Kosovës në këtë muaj apo në fillim të muajit gusht në varësi se sa konsumohen afatet, i njëjti do ta vazhdoj periudhën e mbetur të afatit 6 mujor që ka ushtruesi i detyrës së presidentit dhe pas 4 tetorit
ne jo vetëm që jemi në krizë kushtetuese, por unë besoj që do të kemi një situatë tepër të rrezikshme, ku as nuk mund të kemi president si instancë që mund të shpallë zgjedhjet, e mos flasim këtu për dekretim të ligjesh e çështje tjera të cilat më as nuk vijnë fare në diskutim. Pra, ushtruesi detyrë, ky afati ushtruesi detyrës së presidentit, pra nuk vazhdon edhe 6 muaj tjera për shkak se kemi një UD të ri. Jo, ideja është që ushtruesi detyrës së presidentit si funksion, jo si individ, por si funksion, ka pa 6 mujor. Dhe unë fakt kam dëgjuar kohëve të fundit, por edhe gjatë legislaturës paraprake teori që ushtruesi i ri i detyrës së presidentit do t'i ketë 6 muaj. Kjo e para nuk është e përcaktuar në këtë mënyrë në kushtetut, dhe edhe po t'ishte ashtu kjo është tepër e rrezikshme sepse mundson që kur do që i afrohet afati 6 mujor një ushtrues detyre, mjafton që njëti t'jap dorëheqje, zgjedhet një kryetar i ri i kuvendit si individ apo emër tjetër, dhe kështu të vazhdohet në pafundësi pa pasur nevojë që zgjedhet presidenti fare. Dhe kjo nuk ka asnjë logjik kushtetuese, prandaj unë besoj që situata në këtë drejtim është më se e qartë. Zonja Haxhiu apo kushdo që do ta pasoj atë në rast se do të kemi një kryetar apo kryetare tjetër, mund të jetë ushtrues detyre i presidentit më së voni deri më 4 tetor. Dhe nëse deputetët e kuvendit nuk arrin që të zgjedhin presidentin apo presidenten e re më së voni më 4 tetor, edhe pse afati 60 ditor mund t'i bie edhe më herët në rast se ta zën brenda javës së ardhshme konstituohet kuvendi, atëherë i bie që mesi shtatorit është afati kur duhet përmbyllet procedura për zgjedhjen e presidentit. Në të kundërtën do të rrezikojmë që ta kemi një situatë tepër problematike kushtetuese, një lloj çorsokaku kushtetues ku as nuk dihet rrugdalja për shkak se në njërin anë nuk mund të ketë afat shtesë, e në anën tjetër nuk ka as instancë që t'i thras zgjedhjet e reja, që janë absolutisht pastaj dalja e vetmja nga një situatë e ati. Eugen, falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit frontal. Kënaqësi si gjithmonë Arsim. Dhe me këtë bisedë po japim fund për sot emisionin frontal, duke falendëruar gjithmonë që qëndroni me televizionin të shtatë.